Drejtori i Zyres për Kosovë dhe Metohi Petar Petković zhvilloi sot një bisedë në Rom me drejtorin e përgjithshëm për Europë dhe politikën tregtare ndërkombëtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit ndërkombëtar të Italisë Nicola Virola, të cilën ai theksoi qasjen konstruktive të Beogradit në dialogun me Prishtinën. Ai theksoi se nuk ka asnjë bashkëbisedues të gatshëm për kompromis me Albin Kurtin dhe tha se është me rëndësi thelbësore që Prishtina të përmbush detyrimet e saj dhe të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, të cilët serbët e presin për më shumë se 12 vjet. Në seancën konstitutive të Kuvendit Komunal të Kllokotit, këshilltarët e sapo zgjedhur dhe kryetari i komunës Božidar Dejanović dhanë betimin dhe morën detyrën. Parlamenti komunal në tubimin e ri do të ketë 15 këshilltarë, 9 prej të cilëve janë serb. Kryetari i komunës Božidar Dejanović pasi dha betimin falenderoi banorët për besimin e tyre edhe për një mandat tjetër dhe tha se detyra e tij do të jetë të hapura për të gjithë. Në komuna tjera me shumicë serbe në Kosovë, kryetarët e sapo zgjedhur të komunave morën detyrën në 5 dhjetor. Përfaqësuesit e sapo zgjedhur të komunës e Leposaviçit morën sot një vendim për të hequr gardhin dhe rampën në qeverinë e mëparshme lokale kishte vendosur përpara ndërtesës së komunës. Sipas qytetarëve, rampa u vështirësonte ndjeshën fëmijëve me amfesti të kufizuara shkuarjen në shkollë. Pas atë duhet të kontaktonin pastruesin për t'i lejuar të kalonin duke ngritur rampën. Administrata komunale angazhoi punëtorët e kompanisë së shërbimit publik 24 nëntori për të hequr barierat përpara ndërtesës së komunës sa më shpejt të jetë e mundur. Bashkëpunëtori i nismës Pupin Petarević beson se qëndrimi i diasporës së Kosovës në lidhje me mbështetjen për kryeministin e Kosovës në mandatin teknik dhe udhëheqësin e vetëvendosjes Albin Kurti ka ndryshuar dhe se ajo nuk përfaqëson më një votë të sigurt në zgjedhje, duke pasur parasysh se Kosova nuk ka pasur kurrë krizë më të tillë politike. Analisti Artan Muhaxhiri beson se diaspora e Kosovës është një kategori votash, votat të cilëve në zgjedhjet janë shumë më të lehta për të fituar me slogane patriotike dhe pikërisht për këtë arsye Albin Kurti vendos shpresat e tij më të mëdha te diaspora. Bashkëpunëtori i Institutit për Studime Europiane Dušan Ilić deklaroi se diaspora e Kosovës ka qenë gjithmonë instrument në duart e forcave të caktuara dhe se në zgjedhjet e 28 dhjetorit ata do të votojnë sipas udhëzimeve të qendrave të pushtetit dhe se Albin Kurti nuk mund të llogarisë me një mbështetje masive të diasporës. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti tha me rastin e javës kundër korrupsionit se kjo është një detyrë e përditshme dhe një betim ndaj shoqërisë së Kosovës dhe brezave të ardhshëm. Në një video mesazh në Facebook ai tha se Kosova vazhdon në rrugën e reformave në javën kundër korrupsionit. Ne konfirmojmë angazhimin tonë për një shtet të drejtë, transparent dhe përgjegjës ku ligji është më i fortë se interesat dhe e vërteta është më rëndësishme se privilegjet, tha Kurti. Gjykimi kundër ministres së industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë me mandatin teknik Rozeta Hajdari dhe të panderhurët e tjerë në rastin që lidhet me rezerva shtetërore duhej të fillonte sot në gjykatën themelore në Prishtinë, por Hajdari nuk u paraqit në gjykatë. Ministri Hajdari dhe ish zyrtarët e ministrisë Irfan Lipovica dhe Hafiz Gara u akuzuan për shpërdorim detyre dhe zbulim të sekretit zyrtar, ndërsa biznismeni Ridvan Muharremi u akuzua për bashkëfajësi. Rozeta Hajdari deklaroi se nuk ka marrë thirrjen për seancën sotme dhe gjykata njoftoi se thirrja është dërguar më 19 nëntor. Gjykimi i Dragan Ristiqit e akuzuar për kryerjen e një krimi lufte kundër popullatës civile në Gjakov gjatë konfliktit në Kosovë filloi sot para divizionit special të gjykatës themelore në Prishtinë. Pasi prokuroria lexoi aktakuzën, Ristiq si herën e kaluar u deklarua i pafajshëm për krimet me të cilat ngarkohet ai. Dragan Ristiq u arrestua me 25 shkurt në pikën kufitare Jarinje kur ai dhe djali i tij po shkonin në Gjakov për të zgjatur vlefshmërinë e dokumenteve të tyre.
Moti nesër në mëngjes do të jetë me mjegull dhe vranësirat e vogla kryesisht me diell dhe ngrohtë gjatë ditës, ndërsa në veri dhe perëndim të vendit do të jetë me mjegull dhe i ftohtë gjatë gjithë ditës. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga -2 deri në 3, kurse ajo maksimale ditore nga 8 deri në 14 gradë Celsius.